Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport. Përshëndetje edhe një herë, po është vërtet që realisht kemi komunikime të vazhdueshme me gjithë federatën, në këtë rast edhe me Federatën e Futbollit dhe gjithashtu para kuvendit që është paralajmëruar me datën 5 shkurt, me i parapri kuvendit nesër Komisioni i Licencimit dhe në këtë rast si Agjencia e Sportit kemi dërguar një shkresë Federatës së Futbollit, e cila realisht obligon që ti parapri edhe kuvendit që të jetë në harmoni me ligjin për sport dhe me komunikimet e cila Federata e Futbollit gjatë vitit 2023 edhe kur është licencuar ka pas edhe me UEFA dhe FIFA në raport me statutin e saj. Gjithashtu në shkresë përmban edhe dokumentacioni për lidhjet rajonale dhe shoqatat përkatëse që federata janë anëtarë të federatës në këtë rast dhe po presim që gjatë ditëve të vijim, pasi që kemi komunikuar me Federatën e Futbollit që për lidhjet rajonale dhe shoqatat janë të mbajtur disa kuvende, po me kuvendet zgjedhore apo kuvendet punës apo kuvendet të cilat edhe në pikë të ditës kanë edhe vërejtjet tona të cilat janë dhënë gjatë muajit qershor dhe po presim dokumentacionin që të na sjellin dhe të shohim hapat të cilat Federata e Futbollit i ka marrë gjatë kësaj kohe. Okej. Në rast që nuk plotësohen këto kërkesa, këto pika ku Federata e Futbollit të Kosovës dhe lidhjet rajonale janë të detyruara që të ndryshojnë këto ndryshime statutare që ju i keni potencuar edhe më herët, a mund të themi që kuvendi 5 shkurtit mund të jetë i jashtëligjshëm dhe nuk mund të pranohet nga ana e MKRS-s? Çdo kuvend i cili nuk është në përputhje me ligjet dhe legjislacionin fuqi, normal që ministria nuk e njeh dhe respektivisht mund të jetë i paligjshëm. Në këtë rast më shpresoj shumë që Federata e Futbollit ndoshta them 2 vite të fundit ka reflektuar pozitivisht në raport me institucionet, në këtë rast respektivisht me ministrinë dhe përveç komunikimeve të cilat i kemi pasur, normal që edhe vërejtjet edhe gjatë verës së kalume, normal që i ka marrë në konsiderat dhe i ka ato vërejtjet që kanë qenë edhe i kanë përmirësuar. Në këtë rast unë konsideroj që jemi të obliguar gjithsesi prej neve që të respektojmë ligjen e fuqisë të cilat i kemi dhe njëkohësisht si institucion, si ministri, jemi shumë të përkushtuar dhe të interesuar që gjithë sistemi sportiv ta rregullojmë dhe mos të kemi problematika të tilla ose problematika që dikush nga organizatat sportive punon kundërligjshëm dhe nuk respekton legjislacionin fuqi. Okej, edhe një çështje shumë e rëndësishme, cilën dua ta marr kuptimin, a është kërkuar nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport që të bëhet ndryshimi statutar dhe t'i lejohet kandidatit që me 5 nënshkrime të ketë të drejtë të kandidojë për kryetar të Federatës së Futbollit të Kosovës, është me 15 tash me se kam unë informacione, po a është kërkuar nga MKRS-ja që ky numër të ulët në 5 i nënshkrimeve? Jo, nuk ka raste të tilla që është kërkuar nga MKRS-ja. Disa komente nga UEFA dhe FIFA të cilat duhet me harmonizu, nuk është çështje numrit 5, për shkak që në statut siç është tani, duhet të nënshkruhen 15 anëtar, ndërsa realisht normal që sipas federatës javën e kaluar, zyrtarët e federatës është thënë që gojarisht që është gabim teknik pasi nuk është anëtar, por është delegat. Në këtë rast ne po i presim edhe komentet gjatë javës nesër ose gjatë javës së ardhshme, ashtu siç na është thënë nga federata që t'i sjellin, që t'i shohim cilat edhe komentet e UEFA-s dhe FIFA-s dhe komentet e institucionit në këtë respektivisht Ministrisë Kulturës, çka po sjell federata, pastaj të shohim mund të japim ndonjë ditë në vijim nëse